doktrinën jo të Monroes, por mund të them të asaj që nënkupton një zhvillim, një rindarje të re të botës, të cilën e kemi tashmë në prag, të ndarjes së zonave të interesit, pastaj një rendi të ri global, të ri botror, por edhe vdhonje në fund të asaj që është një fuqie polare në shumë polare, dhe besoj që kjo do të jetë ajo agjende e cila sot po shkakton, mund të them, plasaritje, por edhe befasina në lidhje me aleancat dhe afrimin e asaj që nënkupton që deri dje kanë qenë, bile Amerika mund të them e ka një pragmatizëm të tillë që nuk ka miq të përhershëm dhe aleat të përhershëm, por varësisht nga situatat e ndryshon, nga miq i bën miq dhe kundërta. Të zbresim pak në rajonin e Ballkanit, ku disa ditë më parë shefi i NATO-s Mark Rutte vizitoi Kosovën. Sipas jush, çfarë do të thotë kjo vizitë e Ruttes në Kosovë? Tregon që NATO është këtu pavarësisht se cila është politika që mund të ndjek Donald Trump? E para është që sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka dhënë një mesazh që ne do jemi këtu, ne do të kujdesim për stabilitetin jo vetëm të Kosovës, por edhe mund të them përgjithësisht të regionit të Ballkanit. Dhe e tëra mund të them ajo që ka paraqitur në konferencën për shtyp dhe nga deklaratat që mund të lexohet dhe të nxirren nga ajo, tregon vendosmërinë që forcat e KFOR-it që përbëjnë shumicën e vendeve të anëtare të NATO-s dhe ai numër që qëndron në Kosovë e ka një mandat. NATO nuk tërhiqet nga ajo rezolut e OKB-s, dhe mendoj që ka qenë inkurajuese elementi që ne do të përkujdesemi për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Mirë po ka qenë, mund të them, dy elemente të cilat kanë në këtë momentum që tham të gjithë atyre ndryshime që po ndodhin sot në botë, çështja rreth FSK-s, ku decidivisht është deklaruar në atë thënien e tij famoze edhe më herët sa ka qenë Stoltenberg nga viti 2018 që ata përkrojnë misionin e FSK-s vetëm si mision humanitar. Kjo mendoj që kalon një shije, mund të them, jo të mirë, me qenë se Kosova dhe forcat tona të sigurisë kanë hyrë në fazën e tranzicionit që 2018 dhe 2028 afati edhe vjeçar përfundon kjo fazë e tranzicionit. Por mendoj që citatet e tilla për dhënien e ndihma për urgjenca dhe për katastrofa dhe se më thonë kështu fatkeqësitë elementare që ndodhin ose natyrore që ndodhin të jetë misioni i FSK-s, më duket ka qenë pak e tepër dhe goditje jo e këndshme, sepse ne kemi arritur të krijojmë konturat e tilla që tamam me kapacitetet e plota 2028 në Kosova të jetë ushtri. Mendoj që në këtë pikë lën shumë për të treguar që Kosova mund të kalojë, sepse kundërshtimi i NATO-s ka qenë që ndryshimi duhet bëhen me kushtetut, jo me ligje, por ajo dihet që ajo vota 2 fishtë e pakicave, e 2 e 3 edhe për brenda pakicave që dominojnë pakica serbe, atëherë është e pamundshme të bëhen ato ndryshime kushtetuese. Dhe fjalia e tij në aspektin politik që rreth bisedimeve të ketë kompromis nga të dy palët. Mendoj që është pak shumë të kërkohet nga Kosova që të bëj kompromiset e tilla, nuk ka ku të bëj kompromiset më tepër ta qështu, por do thot mënyrë diplomatike ka kërkuar që bisedime dhe dialogimi në raportet Kosovë-Serbi të zhvillohet në atë frym për të dy palët dhe proceset integruese. Për këtë arsye, vizita e Ruttes ka pas një rëndësi dhe një mesazh pozitiv që Kosova në rast të ndonjë rreziku ka forcat për 4000 forcat të KFOR-it, të cilat sigurojnë integritetin dhe sovranitetin e kufive të Kosovës, dhe mendoj që në këtë drejtim është gjë pozitive. Mirë po mesazhet e tilla
kërkojnë atë që jo pse ka qenë panik tërheqja për flitjen e tërheqjes të ushtarëve amerikan, por 640 trupa amerikane të Bosnjit, por unë mendoj që kjo në aspektin asaj fokusimin e amerikanëve në Evropën juglindore është vështirë të thuhet. Meqense edhe pse është simbolik ky numër, por tregon shumë për sigurinë e Kosovës. Dhe në këtë drejtim deklaratat e tilla të Rutës, i cili vizitat kuptohet ka nisur në Sarajevo, në Bosnjë për shkak të një situate jashtëzakonisht eksplozive dhe konstitucionalizmit të breshtë të Bosnjës, dhe për Kosovën ka pas një rëndësi, por ka dhënë aty mesazhe të cilat pak a shumë ka qenë, mund të them, jo pozitive në aspektin politik. Pavarësisht kësaj garancie që ka dhënë Mark Rutte, sa rrezikohet Kosova dhe kryesisht veriu i saj, dhe nga kjo a nxitet më shumë dhe më tepër Serbia nisur nga politika e butë që Donald Trump po ndjek ndaj Putinit? Po Kosova si pikë të ndihshme, tani më veç është e ditur, ka veriun. Mendoj se kemi një përparim, mund të them, në aspektin e asaj që quhet shtrirje të sovranitetit me forcat e sigurisë, me forcat policore, por mendoj që në aspektin politik ende kemi për të bërë shumë, sepse atje kemi një përqindje të popullatës serbe, të pakicës serbe, e cila dominon në ato 4 komuna, dhe tash me zgjedhjet që do të bëhen tetor, dihet që fitus do të jenë përfaqësuesit e tyre. Mendoj që më tepër për këto momente problemi duhet të zgjedhet në aspektin politik, dhe kjo ndjeshmëri ose kjo situatë e cila mund të them është e manipuluar nga eksponent të qeverisë serbe, të cilët për çdo ditë dhe mund të them për gjithë dinamikën që sot ndodh në Kosovë me popullatën me pakicën serbe manipulohet dhe mund të them involvohen elementet e tillë, do thotë që nga rasti Banjska, pastaj me kanalin e Ibrit, atje të aksionit. Të gjitha këto kanë qenë, mund të them, disa aksione të cilat Serbia dëshiron të krijojë në Kosovë dhe një pakënaqësi dhe një bund të tillë dhe të kërkojnë nga ndërkombëtarët apo nga takimet e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që janë çdo 6 muaj, dhe të kërkojnë që në rreth Kosovës të paraqitet si një mund të them vujtje të serbëve sipas politikës serbe dhe të shkaktojnë në aspektin diplomatik kështu çdo herë tendencë që kjo situatë të mbahet kështu pezull deri mund të them të një arritje e asaj që është ligjërisht obligative në raportet Kosovë-Serbi. Mendoj që në një aspekt Serbia përkundër turbulencave të brendshme me protesta jashtëzakonisht të furishme për brenda në Serbi, që mendoj që Vučići ka pozicionin pikun më të ulët të kredibilitetit të brendshëm. Meqense në politikën e jashtme duhet pranuar që ka pas disa aktivitete që kanë qenë, mund të them, jashtëzakonisht favorizuese për Serbinë.